Unë po du shumë shkurt më përgjigje. Jeta ka kuptim, edhe ecuria jetës, edhe zhvillimi i jetës, edhe rrjedhat e jetës, edhe fundi i jetës. I suksesshëm, po i cili në fund e ka vullën, ja ayyuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Çka është? O ti shpirti i qetë, ktheu tek Zoti që është i kënaqur me ty dhe ti i kënaqur me ta. Çka vullën na duhet? Çka është jeta aftë? Shpirti i qetë, shikoj, i patrazuar. Ka jetuar i qetë me Zotin e vet, kanë tentuar stuhit jetës me e trazu, por muri i jashtëm ka qenë i fuqishëm, nuk e ka trazu zemrën. Aja muri stuhit duhet të them e trazojnë dorën, synin, e mushin plohën, ka një rrjedh lot se plohën i jetës e ka lotu. Mundet vesht ka pak me i pengu, i tjashtëm, por zemra e fortifuar në besim e ka përgjigjen është e që gjithmonë me Zotin xhallahu. Qysh ka jetu që ashtu dhe ka me vdek. Prandaj o ti shpirti i qetë, ktheu tek Zoti. Ai kënaq me ti, ti kënaq me të. Futu tek ata që është Allah kënaq me ta dhe futun xhenetin e tij, vulën kush e ka këtë në fundit të zi, mendoj që ky realisht e ka përmbush jetën, e ka kuptuar jetën dhe e ka ashtu që duhet.